Deputeti PDK Sartan Berhami e ka kritikuar ashpër gjykatën speciale e cila në një dokument të saj i është referuar Kosovës si Kosova dhe Metohia. Ai ka bërë me dije se me këtë referim, kjo gjykatë ka kthyer kohën e ish diktatorit serb Slobodan Milošević. Në profilin e tij në Facebook, deputeti i PDK ka shkruar se speciales nuk i mjafton fakti që nuk ka asnjë simbol të Kosovës. Prokurorisë së gjykatës speciale nuk i ka mjaftuar që është shërbyer me dezinformata, dokumente të falsifikuara dhe dëshmi të rreme nga Serbia, nuk i ka mjaftuar që aty s'ka flamur, s'ka emblem, s'ka shenja të shtetit të Kosovës, e pas ka rikthyer kohën e Miloševićit duke ringjallur frazën fashiste Kosova dhe Metohia. Duket se aty punojnë dy lloje të njerëzve, burokrat ndërkombëtar që udhëhiqen nga mendësia e Serbisë dhe ndoshta zyrtar të shtetit serb, të punësuar si burokrat, ka shkruar Berhami